Kosova ka patur edhe humbje të tjera vetëm për shkak të mos ndërtimit apo mos futjet në funksion të rregullt të institucioneve shtetërore atje. Pasojat, pra, duhet kuptojmë me gjithë që kur një shtet nuk funksionon, kur partitë politike përplasen ashpër me njëra tjetrën, pasojat shkarkojnë drejt për drejt tek qytetarët. Dhe tashmë, pasojat kanë shkarkuar tek qytetarët e Republikës Kosovës. Kështu që politikanët duhet kenë përgjegjësinë e fortë shtetërore, duhet jenë lider të vërtetë, udhëheqës dhe patriot në atë të përgjithshmen, pasi nuk kanë dorë fatet e një përqindje caktuar të votuesve që i preferojnë si parti politike, por gjithë bashku kanë fatet e kombit. Me dashje apo pa dashje, tashmë ato ja kanë heqë qytetarëve të Kosovës një sasi të konsiderueshme parash që mund shkonin për rregullimin e jetës dhe mirëqenies në atë vend. Por kjo edhe në kuadër të unë po them të aktualitetit momental, se ndoshta në vijim pastaj do duhet që të ndërmerren reagime ose aksione konkrete, se s'mund të vijoj me një ritëm, pra duke devijuar gjithë mbështetjen e BE-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës, konteksti ekonomik është tjetër gjë, sepse nëse kujtojmë dhe më herët, pavarësisht se gjërat tani mund edhe të rregullohen disi, por pati një pezullim të dialogut mes Kosovës. Pa një pezullim, kjo them në kontekstin afatgjat nuk duhet të lejohet të ndodhë. Jo, nuk, shiko, kanë filluar, kanë rënë disa nga barrierat që u vendosën për shkak të politikave që ndoqi qeveria Kurti në lidhje me bllokimin e disa institucione paralele serbe në veri të Kosovës, për bllokimin e postës, për largimin e disa ndikimeve të forta në veri të Kosovës dhe Bashkimi Evropian i konsideroi si të një anshme, ose ndoshta, pra kur them të një anshme, jo të një anshme në lidhje me Serbinë, po të një anshme në lidhje me koordinimin me atë struktura që janë vendosur në Kosovë. Dhe kjo e ka penalizuar në një farë mënyrë, ndoshta unë mendoj dhe unë kur e kam analizuar apo kur jam pyetur për këtë çështje, i kam quajtur vendime të drejta, sepse realisht Kosova është penalizuar nga kjo, por realisht ka fituar siguri, ka fituar vetë kontrol dhe ka fituar një autonomi të plot të gjithë territorit të saj, sepse veriu i Kosovës ishte kthyer në një gangren, ishte kthyer në një pikë shumë delikate për sa i përket sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës Kosovës. Dhe me një ndërhyrje, ne kemi parë që grupet terroriste u zhbën, u shkatruan, u luftuan. Kemi patur rastin ku po në veri të Kosovës patëm humbjen e një efektivit, Afrim Bunjakut, herojt. Kështu që kemi patur një luftë të ashpër dhe tashmë mund të flasim për një siguri të shtuar të Republikës Kosovës, por gjithsesi ka ndikuar dhe ka marrë një kosto me vete. Tashmë e shtuar dhe kostoja e të qenurit një vit pa parlament dhe pa qeveri pa ekzekutiv, i shtohet edhe kjo pjesa e penalizimit. Por gjithsesi nuk mendoj dhe nuk do jetë që Kosova të jetë penalizuar në vijimsi për sa i përket grandeve dhe përfitime që vijnë nga Bashkimi Evropian. Ka qenë një pengesë, besoj që tashmë është e tejkaluar dhe shumë shpejt Kosova vazhdon me parlamentin e ri, me qeverinë e re dhe besoj që hapen gjitha rrugët për të filluar avancimin e mëtejshëm drejt rrugës së antarësimit në Bashkimin Evropian. Kur zihen dy vetë përfiton një i tretë, thotë populli, njëjtë duket po ndodh edhe me situatën në rajonit Europa, më saktë ose kontinenti i Europës, në raportet edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me këto raportet që ftohen her pas here, edhe në këtë kontekst Rusia vijon të ketë një interesi më të shtuar në Ballkan. Pak ditë më parë, po i referohem një lajm të Radio Evropa e Lirë, që padyshim në kontekstin e trajtimit serioz të burimeve që ata zhvillojnë gjithmonë, konfirmon se Moska ka hapur kanale komunikimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës për zhvillimet në Ballkan. Që do të thotë, Moska ruan të njëjtën linjë interesi, qoftë për të përfituar, qoftë për të ndërhyrë në një kohë reale, por fakti që po zhvillojnë një komunikim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, çfarë do të thotë? Shiko, kur zihen dy vetë përfiton një tretë, kjo nuk qëndron në Ballkan. Absolutisht, Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë partnerët kryesor të pothuajse të gjithë vendeve në Ballkanin Perëndimor, po në Ballkanin në tërësi, përjashtuar bën këtu vetëm Serbia, e cila